Konferencë, Irani përtej luftës, fuqia e popullit si zgjedhje. Cilat janë cilësitë thelbësore të një alternative të realizueshme, një që është e aftë si për përmbysjen e regjimit aktual? Për të sjellë ndryshim të vërtet në Iran, së pari, ajo duhet të zotërojë vendosmërinë e palëkundur për të përballur me korpusin e Gardës Revolucionare, IRGC, shtyllën kurrizore të diktaturës klerikale, dhe të jetë plotësisht e përgatitur të paguajë çmimin e rëndë të asaj përballjeje. Së dyti, ajo duhet të jetë thellësisht e rrënjosur brenda vetë shoqërisë iraniane, duke pasur një forcë konkrete dhe aktive në terren në të gjitha qytetet e Iranit. Ajo duhet të mbetet plotësisht e pavarur nga qeveritë e huaja. Së treti, ajo duhet të jetë jashtëzakonisht e organizuar, e përbërë nga të rinj të vetëdijshëm dhe luftarak, të cilët e kanë zgjedhur me vetdije këtë luftë dhe janë të gatshëm të bëjnë sakrificën maksimale për të.